Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Kur e fjala e këtij muajit begat Ramazanit edhe të këtij ritit veçantë që është agjërimi, mbetet pasurimi dhe fuqizimi shpirtëror i njeriut. Ndashë padashje të gjithë dimensionet kthehen drejt shpirtit dhe gjithë fokusi i njeriut është drejt pastrimit shpirtit, qartësisë shpirtit vet, lartësimit shpirtëror. Dhe këtë ditë ne sot bashkë me Bahar Gaçelin dhe me të ftuarin ton që kemi hoxhë dhe profesor Ferit Pikun, do përpiqemi të sillemi rreth kësaj teme që është agjërimi si një rrugë për lartësimin shpirtëror. Çfarë kuptojmë me këtë, cilët janë dimensionet e kësaj qasje, por me gjërën ta zhvillojmë bisedën. Bahar, mirë se vjen, profesor, mirë se vjen, ta vazhdojmë dhe sot bisedën. Mirë se vjen, faleminderit. Atëherë, siç e thash që agjërimi profesore ka vetvetat, edhe njerëzit në konsciencën e vet tashmë këtë muaj janë drejt sa pikpamje shpirtërore. Por do ta nisim bisedën këtu. Kush është vendi i shpirtit në Islam? Pra, në çdo lloj filozofie ka një fokus ku flasen, për shembull doktrinat thonë mendja është kryesorja, disa thonë është trupi kryesorja, disa thonë është kjo objekti filan kryesorja e kësaj teme. Ne do ndim pak vendin e shpirtit në Islam. Çfarë pozicioni ka ai? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Nëse do të lexojmë të gjitha librat hyjnor, edhe sidomos nëse përqendrohemi në Kuranin famlar, madje në fillimet e Kuranit famlar, në suret e para, teksa shpjegohet krijimi i njerëzit, veçoritë të cilat Zoti ja dha njerëzit, ne do të gjejmë te kjo krijesë disa veçori që janë shumë të rëndësishme, që e bëjnë atë të dalluar nga krijesat tjera, edhe për të parë se cilat janë pikat më të forta të njerëzit në skenën e krijesave, se krijesat e Zotit janë shumë, dhe krijesat që madhrojnë Zotin janë jashtëzakonisht shumë. Mirë po, Zoti thotë që unë dallova njeriun, o laqad karramna bani Adem, ne e kemi vlerësuar, e kemi respektuar dhe kemi nderuar njeriun, thotë Zoti. Dhe këtë nuk e tha për krijesat tjera. Atëherë ne duhet të shikojmë nëse kjo është krijesë e vlerësuar nga vetë Zoti, është e respektuar dhe e nderuar, cilat janë elementet, sepse nuk është çështja e egoizmi. Zoti nuk bën padrejtësi mes krijesave të tij, po patjetër që ai krijon dhe dallon. Ai thotë që unë kam dalluar njeriu prej krijesave të tjera. Ne duhet të ndalemi pak si njerëz, me që kemi aftësinë për të kuptuar cilat janë veçoritë e kësaj krijese, veçoritë të cilat e bën atë krijesë të dalluar prej krijesave të tjera, dhe si mundet që natyra njerëzore, rasa njerëzore të ruajë këto veçori nëse njeriu do që të mbetet krijesë e dalluar. Është krijuar e dalluar, por gjithë sfida është a do të mbetet krijesë e dalluar apo do të bjerë më poshtë. Do të gjejmë që e veçanta e njeriut është fiziku i tij. Të gjitha krijesat kanë fizikun e tyre. Kush më shumë, kush më pak, secila ka veçoritë e veta, nga krijesat më të mëdha që ne mund të njohim, deri te krijesa më e vogël. Ne thjesht i studiojmë këto krijesa, mirëpo Zoti përderisa ka dalluar njeriu, ka dalluar dhe fizikun e tij. Dhe fiziku i njeriu, siç edhe vet ata që studiojnë fizionominë e njeriu, trupin e tij, strukturën se si e ka kjo krijesë, është e dalluar dhe trupi i njeriu. Do shikojmë që Zoti e ka veçuar njeriu me mendjen e tij, me diturinë. Edhe kjo dituri, sipas vetë verseteve kuranore, ishte ajo që Zoti urdhëroi engjëjt, që janë krijesa jashtëzakonisht të dalluara, të lartësuara, madhështore se njeriu, i detyroi që në shenjë respekti dhe jo adhurimi, ti nështrohen njeriut. Dhe engjëjt siç dihet, edhe pse u çuditën prej këtij urdhri, njëkohë që ato ishin shumë më lartë në aspektin e adhurimit, lartësimit, vlerësisë dhe pastërtisë, por ju bindën urdhrit të Zotit, ndërsa iblisi, shejtani i mallkuar, nuk ju bind, tha se unë jam më i mirë se sa ai, më krijove mua prej zjarri dhe e krijova atë prej balte, sepse ai mendoi që po bën Zoti preferencë në origjinën e krijimit, ama faktikisht e veçanta e njeriut që e bëri të dalluar nuk ishte thjesht trupi i tij. Zoti i urdhëroi ata në shenjë respekti në të gjithë elementet që u bashkuan bashkë. Pra që është mendja e njeriut,
Kjo mendje e cila nuk e ka asnjë prej krijesave të tjera. Mendje e cila mund të shkojë në pakufi, mund të besoj Zotin, mund ta mohoj Zotin. Besimi i njeriu nuk ka vlerë nëse është me imponim, sepse nëse është me imponim, do të thonë që mendja e tij nuk është mbushur për këtë gjë. Zgjedhje e vullnetshme. Nuk është zgjedhje e vullnetshme. Edhe ka edhe elementi i tretë që është element jashtëzakonisht të rëndësishëm për cilin po flasim ne, që është shpirti i njeriu. Gjithë krijesat me një formë tjetër kanë shpirtin e tyre. Mirë po Zoti këtë shpirt, sipas përsëri vetë deklaratave të tij, e bori pjesë e fryu ai nga shpirti, nga pjesa e tij, dhe gjithmonë mbetet po themi enigmatike dhe e pazgjidhshme deri në fund çfarë është shpirti i njeriu. Po shpirti i njeriu mund të themi që është pjesë e inspiruar prej Zotit dhe asaj drite hyjnore po. Vetë Zoti thot kur unë ta rregulloj atë, pra njeriu në aspektin fizikut të tij dhe të fus në të shpirtin tim, atëherë do t'i bini atij në sejdë, pra do t'i nënshtroheni atij. Atëherë këto tre element janë jashtëzakonisht të rëndësishëm. Elementi i fizikut njeriu që është i veçantë, elementi i kapacitetit logjikës, aftësisë që ka njeriu për të menduar, për të hulumtuar, për të ndjerë përfundime. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai mbledh informacion, mund të studiojë dhe mund të nxjerrë përfundime. Kur Zoti tha wa allama Adama al-asma'a kullaha, ja mësoi Ademit emrat, i mësoi emrat e sendeve, i mësoi esencën e tyre, pra liçmërinë me cilën lëvizin këto sende, i mësoi se këto sende për çfarë mund t'i përdor njeriu. Pra kjo është aftësi që e ka mendja njerëzore, po është dhe shpirti i njeriu. Nëse ne besojmë që njeriu është krijesa më e vlerësuar dhe më e nderuar e Zotit, atëherë të tre këto element janë vlerësuar dhe janë shumë të nderuar. Dhe sfida njerëzore mbetet që njeriu të ruajë lartësinë e të tre elementeve. Se nëse njëri prej tyre fillon dhe bie në nivelin e vlerësimit, atëherë do të kemi një prishje të ekuilibrit brenda njeriu. Të tre elementet, si trupi i tij, si mendja e tij, si dhe shpirti i tij, duhet të ruhen në nivelin e lartësisë me cilin e krijoi Zoti. Në përgjithësi, natyra njerëzore kujdeset për pjesën fizike, për pjesën e trupit, sepse ai është më i ndjeshëm. Dhe nga që e jep shumë shpejt sinjalin kur prishet ekuilibri. E jep shumë shpejt indicjen, njeriu është shumë më i ndjeshëm dhe e merr shumë shpejt sinjalin e trupit. Ramazanin mund ta shohim edhe si mjet për ruajtjen e këtyre ekuilibrave. Të tre ekuilibrave. Është mjet për çdo lloj adhurimi, çdo lloj mësimi hyjnor, faktikisht nuk synon vetëm ushqimin shpirtëror, por synon ushqimin e të tre elementeve, mbajtjen e tyre në nivelin e duhur dhe largimin e çdo lloj rreziku që i kanoset, sepse kemi rreziqe që i kanosen dhe trupit, edhe mendjes edhe shpirtit njeriut. Feja vjen për të ruajtur edhe trupin e njeriut, që mund ta dëmtojë njeriu edhe me vetdijen e tij. Po vjen për të ruajtur edhe mendjen e njeriut, sepse edhe mendja nëse nuk ka ato piketat, orientimet, dhe ajo mund të kthehet në rrezik për trupin dhe për shpirtin, dhe po ashtu vjen për të ruajtur edhe shpirtin e njeriut. Ramazani pastaj është shumë interesant, është një institucion i cili në të njëjtën kohë ai ushqen, mbron dhe mbështet të tre elementet e njeriut, si fizikun e tij, po ashtu dhe mendjen e tij, po ashtu dhe shpirtin e tij. Kështu duhet parë njeriu si krijesë e veçuar me të tre elementet e tij, edhe që janë shumë të rëndësishëm. Mendoj që ky ekuilibri sot flitet gjithmonë për mbajtje ekuilibrash në mes familjes, në mes një institucioni, në mes shteteve, dhe themi në përgjithësi, njerëzit e suksesshëm, shtetet e suksesshme janë ato që ruajnë ekuilibrat. Në çfarë do lloj që të ndodhi, ai është i aftë që të rivendosë ekuilibrat dhe të mbajë atë gjendjen që është shumë e rëndësishme për të mbajtur, sepse nëse prishen ekuilibrat, në çfarë do lloj institucioni, fillon të shkërmoqet, rënohet nga brenda ai institucion. Atëherë edhe tek njeriu, edhe tek njeriu, kjo është sfida. Sfida e çdo njeriu është që të ruajë ekuilibrin që ne i themi paqe. Nefsul mutmainne, shpirti apo nefsi, vetja e qetë, e rahatuar, është ajo që ka gjetur rahatin dhe ekuilibrin mes këtyre tre elementëve,
dhe kjo kërkon punë të jashtëzakonshme, dhe në këtë rast feja të ndihmon ty, por këtë punë, këtë ekuilibër do ta vendos njeriu në veten e tij. Shiko profesor, ku flasim për fen, në mentalitetin e përgjithshëm shkon mendja direkt e shpirti. Pra, që një njeri që është fetar ka në përqendrim, ka në fokus vetëm këtë. Dhe nga trashëgimitë e kulturave tjera fetare, ne këtë kemi marrë që njerëzit fetar janë njerëz që përkushtohen vetëm për shpirtin. Kështu i kanë objektet e kultit, kështu kanë mënyrën e adhurimit, shkputur nga qytetet, shkputur nga jetesës e me radhë. Për shembull, se mendoj që është pyetje me vend. Çfarë risolli Islami që rikuperoi ndoshta dhe koncepte që ishin keq kuptuar deri në atë kohë, me ardhen e profetit ton, alayhis. Në një hadith sakt që është ky Buhariu, kam parë një person që bashkonte me zell thot në punë të vet, për këtë punë dhe i thoi rrugën e Zotit, sikur thot ishte kjo në rrugë të Zotit. Sepse kam përshtypjen që dhe sahabët kishin trashëguar nga kultura që kishin rrjedhur në ato gadishuj që njëri që ec nëpër dy jo nuk është rrugë Zotit, pra në perceptimin origjinal tyre. Tha profeti erdhi rikuperoi pak a shumë, po shkoi për prindërit e vet, thot vjetën në rrugë Zotit thashë, për fëmijët e vet, për dinjitetin e vet. Po shkoi tha për të keqe, por do me një masi tha kjo është rrugë shejtanit. Pra, të dalim këto koncepte dhe mendoj që është me vlerë. Kur flasim për anën shpirtërore, çfarë kemi për qëllim? Pra që ne jemi fokusuar ke shpirti, çfarë kuptojmë ne këtu që jemi fokusuar? Domethënë, kemi bërë një neglizhim të këtyre gjërave se jemi myll diku dhe po japim vetëm shpirt hapësirë, se kjo është pikpamja jonë fetare, pra jemi izoluar një tempull, apo me shpirt kuptojmë diçka shumë më të gjerë dhe shumë më thellë fetare. Pyetje shumë me vend, dhe sepse kjo është fundja fundit është filozofia e fesë, është filozofia e jetës, filozofia mbi njeriu. Pra çfarë është njeriu në filozofinë e besimit? A është thjesht mbështetja ushqimi shpirtëror, se këtu është rreziku kryesor i njeriut dhe neglizhenca apo lënia në nivel të dytë të trupit dhe mendjes së tij? Nëse ne bëjmë diçka të tillë, ne bëjmë të njëjtin gabim që bën edhe njeriu kur jep prioritet trupit të tij apo mendjes së tij dhe neglizhon shpirtin. Prandaj do ti nëse vjen për t'i dhënë prioritet shpirtit dhe të neglizhosh dy elemente të tjerë, ke bërë të njëjtin gabim dhe kjo në këtë rast ti nuk e ke ruajtur njeriu si krijesë fisnike. Por do të gjejmë patjetër që në tekstet fetare apo në thënjet e profetit Muhammed alayhis salam ka me siguri që ka përqendrim tek mbështetja dhe ushqimi shpirtëror. Dhe kjo për një arsye sepse njeriu në përgjithësi e neglizhon këtë element, elementi i shpirtit, nga që është element i padukshëm, po që është i ndjeshëm, nga që është element qiellor dhe nuk është toksor. Dhe në smundjet e tij nuk ekzaminohen kollaj, janë vështira për të nuhatur. Kuptohet aq më tepër të kurohet dhe të trajtohet në atë betejën mes trupit fizikut dhe mendjes që është betejë e përditshme, do të shikojmë që shpirti në përgjithësi sikur fillon dhe kalon në nivel të dytë apo të tretë apo dhe të harrohet komplet. Atëherë, për të vendosur ato ekuilibër që thamë që është shumë i rëndësishëm, përgjithësi gjejmë tekstet fetare, thonjët e profetit Muhammed alayhis salam që suportojnë këto që zakonisht dobësohet më shumë, zakonisht harrohet më shumë. Kjo s'do të thotë që ne japim prioritet shpirtit ndaj trupit, apo që japim prioritet shpirtit ndaj mendjes, për ne të treja janë shumë të rëndësishme. Edhe po të shikosh tekstet fetare, siç kanë urdhëruar që njeriu të hajë, hani prej të mirave që ka krijuar Zoti, po hani që të jenë të mira halal apo të pastra dhe mos dëmtoni veten tuaj. Më thënë, ky urdhër është i mjaftueshëm që të suportojë trupin e njeriut. Sepse pjesën tjetër njeriu e zgjidh vetë, nga që trupi ec me instinktet. Dhe trupi nuk ka nevojë Zoti të thotë kur je i uritur duhet të hash, kur je etur duhet të pish. Mos harro ta bësh diçka të tillë. Sepse përdesa trupi, më thënë, është i gjallë dhe është i shëndetshëm, këto instinkte ka të fuqishëm. Kur smuret, pastaj zakonisht i themi të smurit të haj. Apo sepse ai në këtë rast duhet mbështetur, nga që fillon dhe humbet ndjesinë e urisë. Ai mund të vdes nga uria, por nuk ka oreks. Atëherë, urdhat fetar, urdhat kuranor dhe porositë profetike në lidhje me ushqimin trupor janë të karakterit që njeriu të hajë për të mirave të Zotit, mos ja bëj haram vetes së tij, në emër të besimit, në emër të asketizmit, që njeriu thotë unë për të arsuar shpirtin, unë duhet ta dënoj trupin.
kjo edhe nëse përdoret si dozë shumë delikate, duhet përdor brenda kufive vetare, se rrezikon që njeriu pastaj të bëjë risi, ruajtja e harmonisë, pasi rrugë e harmonisë, dhe e dyta, porositë fetare në lidhje me trupin janë të karakteri që njeriu të mos konsumojë dhe të mos dëmtojë trupin e tij. Sepse njeriu është shkatruesi i trupit të tij. Koncepti i tepricës. Koncepti i tepricës, koncepti atyre që janë të ndaluar, që kanë dëm, por ai ka varësi të caktuara ndaj tyre dhe nuk ka forcë të marrë vendim. Kur vim tek ushqimi i mendjes, edhe aty ka urdhra fetare. Pse ishte ajeti i parë lexo? Po pse tha lexo në emër të Zotit, lexo? Jepi ushqim kësaj mendjes, ajo ka nevojë për ushqim, ka nevojë për furnizim, por të jetë brenda ligjësisë së Zotit, brenda rregullave që ka vendosur Zoti, se kjo ka kapacitet aq të madh, saqë po qise nuk i vendosen piketat dhe kufit me besim, mendja mund të kthehej ty në një bumerang, mund të shkatrojë ty dhe gjithë njerëzit që janë rreth teje, madje mund të shkatrojë gjithësinë. Thuhet sot që bombat atomike, dhe e dini këtë, gjithmonë bëhen negociatat, bisedat për kufizimin e armëve atomike. Edhe shpesh herë thot dikush, e mira është të vendosim kufi sepse kemi aq shumë sa mund ta shkatrojmë planetin Tokë 10 herë. Si ka mundësi të mbërrijë njeriu, raca njerëzore, me mendjen e tij, se me mendje i ka bërë njeriu këto, që ai ka kapacitete që të shkatrojë këtë planet 10 herë. Po nëse e shkatron një herë, pse duhet për 9 herë të tjera? Atëherë kjo tregon që mendja e njeriu, nëse nuk kufizohet apo nuk orientohet me këtë fjalën Bismillah, me emër të Zotit, duke pas frikë Zotin, duke përdor mendjen për të gjetur Zotin dhe jo kundra vetes tënde, rrezikon. Urdhrat kuranor për meditim, a nuk mendojnë, a nuk meditojnë, a nuk kuptojnë, edhe ai koncepti dhe ibadeti i meditimi që është nga adhurimet më të fuqishme, por më të harruara, faktikisht janë ushqim shpirtëror. Ushqim mendor i mendjes, sepse njeriu e ka gjithmonë nevojshme të ndriçojë mendjen e tij. Sa ajo mund të kthehet nga një potencial shumë i fuqishëm për mirë, mund të kthehet një potencial shumë i fuqishëm edhe për keq. Mirë po, thashun, në këtë betejë, gjithmonë do shikojmë se ana shpirtërore është ajo, nganjëherë unë e përdor si term, është më jetimja, është më harruara. Edhe kjo nga përditshmëria e jetës, nga natyra e jetës së njeriu. Prandaj do gjejmë jo pak urdhra fetar që suportojnë dhe mbështesin anën shpirtërore, po kjo s'do thotë që ne bëjmë këtë në kurrizë të trupit njeriu apo në kurrizë të mendjes njeriu. Po nga që kjo është më e nevojshme, prandaj adhurimet, po të shikosh, gjithë filozofia e adhurimeve është të ushqen të tre elementet, por sidomos të ushqen anën shpirtërore, sepse në përgjithësi kjo gjithmonë lihet më në harres, lihet më në neglizhencë. Po të shohim në aspektin historik, agjërimi është, po themi, një adhurim që njihet tek gjitha kulturat, tek gjitha traditat. Edhe shoqëria arabe, pra shoqëria ku jetonte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, e kishin trashëguar edhe nga kontaktet e tyre që kishin, e kishin trashëguar format ndryshme të agjërimit nga popujt e tjerë. Po të shohësh tek ajeti që Zoti na obligon, na kujton traditën, pra na kthen histori, pra kutiba aleikum popujt parajushme. Pra kema kutiba alel-ladhin min qablikum, është obliguar siç ka qenë obligim për popujt përparajush, mi pa na tregon edhe një lloj objektivi, pra në fund që thotë la'allakum tattaqun, pra në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Po ti kthesh nëse po ka shumë e shtëruar edhe si temë, pra unë konkludoj, them që është e vetmja formë për ta shtyp tepricën shpirtërore tek njeriu, ajo që çon po them tek pjesa e djallit. Po të njëjtën kohë është e vetmja formë për ta forcuar fizikun e njeriu, për ta pastruar njeriu nga toksinat që ka grumbulluar gjatë vitit, në mënyrë që ta bëjë të gatshëm, pra që për vitin që vjen të jetë më me energji, të jetë më i lartësuar. Krahas kësaj si paketë, krahas agjërimit, me çfarë mund ta shoqërojmë diçka tjetër, pra që ta arrijmë këtë përsosmërinë shpirtërore, devotshmërinë që na kërkohet. Ajo agjërimi dihet që edhe pse fizikisht një është komplet adhurim fizik dhe trupor, në pamje të jashtme, por faktikisht ai është adhurimi i shpirtit parsisht, sepse ai qoftë dhe me pa dëshirën e njeriu, pa vullnetin e tij, ai rivendos ekuilibrat.
pikërisht të ekuilibra për cilat ne diskutuam, sidomos ekuilibrin e shpirtit, pra them ai I jep hakun shpirtit. Edhe për t'i dhënë hakun shpirtit, me sa duket, më thënë, përdesa dikush tjetër I ka hyrë në hak, duhet të shtyhet, të frenohet këta që I kanë hyrë në hak shpirtit, duhet pastrohet ambienti. Është shumë e rëndësishme pastrimi, sepse ambienti ka shumë ndikim. Jeta e përditshme, me rutinën, me monotoninë e saj, djalli I mallkuar I cili është I lejuar që të ketë ndikim çdo ditë mbi njeriu, pse Ramazani vjen si mbështetës I kryesor për shpirtin. Prandaj themi është adhurimi I shpirtit, sepse ajo po të shikosh Ramazani fillon dhe I vendos kufi trupit njeriu. Minimumi kufit përkohshëm do t'ja vendos. Edhe kjo siç e përmendë, kjo faktikisht nuk është në dëm të trupit. Kjo është në dobi të trupit, sepse e ke dëmtuar pa vetdije këtë lloj trupi. Edhe ky trup ka gjithmonë të nevojshëm, edhe sot siç e dim, mjekët, dietologët flasin ndoshta edhe shumë më tepër se sa ne, me detaje shumë më të mëdha që ndoshta edhe ne nuk I dim për dobitë e agjerimit. Mendja e njeriu është shumë interesant. Në Ramazan fillon ka një reflektim, ka një rahati, ka një qetësi. Më I kthjellët. Njeriu është më I kthjellët, sepse ndikojnë, edhe trupi ndikon tek mendja, janë shumë të lidhura ato tre elementë me njëri tjetrin. Më thënë, dhe çdo lloj prishje ekuilibri ndikon më njëherë tek tjetri. Por parsisht ai vjen për ta ushqyer shpirtin. Dhe gjithë e dinë që Ramazani shpirti I njeriu ka një tjetër ndjesi, ka një tjetër ushqim, ka një tjetër kënaqësi. Njeriu ndihet më I lehtë, ndihet më mirë, sa të kalojnë ditët e para, sepse për të rivendosur ekuilibrin fillim ka dhimbje. Sa të kalojnë ditët e para kur fillon dhe trupi I përshtatet agjerimit dhe mendja fillon e bindet që tashmë unë 1 muaj do të jem në këtë lloj rutine dhe regjimi, atëherë fillon dhe shpirti fillon lirohet, lartësohet dhe ai I vendos pastaj ekuilibrat në 2 pjesë të tjera. Mirë, por nuk është vetëm nuk mund të themi që shpirti kujtohet një herë në vit. Nuk mund të themi që 30 ditë janë shpirtit, 300 sa I bie, domethënë janë trupit. 330 sa ditë tjera janë të trupit apo janë të mendjes. Jo. Kjo është ndoshta terapia më e gjatë shpirtërore. Ramazani është terapia më e gjatë shpirtërore, siç është edhe terapia edhe për trupin, është edhe për mendjen e njeriu. Mirë, po ka shumë mekanizma faktikisht që ushqejnë shpirtin, që janë mekanizma ditor. Çdo lloj adhurimi, edhe namazi është ushqim shpirtëror. Është stopim, ndalimi I jetës, jo se jeta është e keqe, por sepse ka nevojë njeriu të rivendosë atë ekuilibrin ditor që ndoshta me angazhimet e përditshme e ka prishur. Leximi I Kuranit është shumë I rëndësishëm, sepse Kurani është, siç thon, Kurani është prej Zotit, prej qiellit, shpirti është prej Zotit dhe prej qiellit. Edhe ata njihen me njëri tjetrin. Ti duhet ta ushqesh gjën me të natyrshme, me ato që ka të njëjtën natyrë. Kurani shpeshherë quhet ruh, quhet shpirt. Gjibrili është shpirt, është quhetur ruh. Kurani është shërim, nuk është shërim vetëm për trupin e njeriu. E përdorim shpeshherë, por shërim për smundjet është edhe për trupin e njeriu. Është terapi edhe për mendjen e tij, është mbi gjitha terapi për shpirtin e njeriu. Ramazani është muaji I dhikrit, themi ne, është I përmendjes së Zotit. Zoti thot, me përmendjen e Zotit a nuk rahatohen shpirtrat dhe zemrat? Pra, kjo lloj janë aq shumë adhurime edhe brenda Ramazanit, po janë edhe jashtë Ramazanit, të cilat faktikisht synojnë pikërisht këtë ushqimin shpirtëror edhe vendosjen e ekuilibrave, që të mos I hyrë njëri element në hak elementeve të tjera. Ka një gjë profesor, po ta shohësh që kjo që I vendos edhe I lloj termi shpirtëror, ka ndodhur disa ngjarje interesante në Ramazan për shembull. Ndryshe quhet muaji I triumfeve. Është interesant se ka ndodhur disa ngjarje që janë goxha sfilitse po ta kapësh në këtë aspektin historik, po themi. Ndoshta më e madhe është zbritja e Kuranit një herë, pra ka filluar në muajin e Ramazanit zufill zbritja e Kuranit. Duhet ta shoh se ka transmetime me që jemi tu zbritja e Kuranit, po thuaj që gjitha shpalljet hyjnore në muajin e Ramazanit. Të gjitha, sipas transmetimit, gjitha në muajin e Ramazanit. I fundit Kurani që vjen pjesën e fundit të Ramazanit. Ky lartësim shpirtëror nuk është thjesht, kam përshtypjen përso një tendencë në boshllëk lartësimi. Po ka disa mekanizme që e mundsojnë që janë të prekshëm, për shembull një ndër ato është Kurani. Pra është një lloj vetdije, lartësim me vetdije. Sepse ka disa tendenca përso që kur flasim për lartësimin shpirtëror, I kanë futur spiritualitete. Pra
jo të ngjesh një tingull ujti, jo ku e diun, pra janë ca terma që mendojnë që kjo mundson thjesht lartësimi shpirtëror. Ose thjesht mos gjosh asgjë, thjesht qetësia. Pra duket ka një mekanizëm lartësimi në boshllëk, po ka një mekanizëm që është kjo pikpamje hynore. Pra, kush është pikpamja hynore që mundson lartësimin e shpirtit? Çfarë mekanizmash ka? E ka lënë kështu që thjesht i pastroje vetë dhe vazhdo se kthjellohet vetë, apo ka një rrugë që ne duhet ta ndjekim se s'bën dhe nuk ndodh vetvetiu? Edhe kjo është temë interesante. Është njeriu sado që të mundohet të mohojë ekzistencën e shpirtit, dhe ka rryma, ka materializmi apo ateizmi që mohon ekzistencën e shpirtit, prap këta njerëz janë ata që jo në emër shpirtit, por në emër të diçkaje tjetër do mundojnë të plotësojnë këtë element, sepse ti s'mund të mohosh vetveten tënde, s'mund të mohosh një realitet që ti po e përjeton çdo ditë. Edhe do të shikosh që këta në emër të shpirtit do përdorin një koncept tjetër. Po dikush ka muzikën, dikush se gjen lloj mënyra si të pasojnë shpirtin, pra. Atëherë, ashtu siç nuk mund të mohojnë shpirtin që e kanë brenda vetes së tyre, edhe sikur të tentojnë, edhe sikur t'i vendosin emra të tjerë, nuk mund të mohojnë dot nevojën shpirtërore. Këtu jemi gjithë njësoj. Problemi është qasja. Në emër të besimit, shpirti shihet ndryshe dhe ushqehet ndryshe. Në emër të nevojës thjesht që ka njeriu, njerëzit pastaj mundohen të shpikin, thot, ai tingulli i ujit, muzika, meditimi apo forma të ndryshme që sot sidomos të përhapur jashtëzakonisht, edhe me modën ato fillojnë dhe përhapen në kohë caktuar. Pasojë boshllëkut që është krijuar, sidomos materializmi. Atëherë, kjo është njeriu po shikosh gjithmonë ka pyetur për shpirtin. Edhe këtë pyetje e kanë bërë dhe profeti Muhammed alayhis salam, dhe Zoti i ka thënë të pyesin ty për shpirtin, thua që shpirti është sekret për Zotit, është çështje e Zotit dhe ju keni pak i dituri në këtë aspekt. Pra kjo mendje e cila që ka kaq e aftë për të imagjinuar, të kaluarën, të ardhmen, detajet më të vogla dhe e dim kapacitetin, kjo mendje nuk mund të depërtojë në realitetin e shpirtit, nuk mund të kapi dot sepse është jashtë kufive të kompetencave logjikës, shpirti. Shpirti është sekret hynor, është dritë prej Zotit. Po Zoti nuk thotë që ti mos u merr me shpirtin. Thotë, unë ta kam treguar rrugën se si duhet ta ushqesh shpirtin tënd. Dhe çdo lloj rrugë tjetër nuk ka për të patur ndikim në shpirtin tënd. Kto do të jenë formë, kulture, meditime, me gjëra të ndryshme do mundo ose do të ka ndikimin ansor, po në thelb. Kjo është nuk është çështje se ne po e mohojmë, po e mohojmë këtë pjesë. Por ato kanë ndikim shumë të pjesëshëm, shumë sipërfaqësor dhe shumë të përkohshëm. Ushqimi dhe terapia shpirtërore mund bëhet vetëm duke njohur natyrën e njeriut me 3 element dhe duke i dhënë hakun secilin prej tyre. Dhe hakun ja ka dhënë vetë krijuesi. Njeriu shpeshherë bën padrejti vetes së tij. Faktikisht dëm vetes tij bën ai, por nga që trupi e tërheq më shumë apo mendja e tërheq në krahun tjetër më shumë, ai në përgjithësi neglizhon. Kurse ne patjetër që dimë që meditimi është i rëndësishëm, përmendja e Zotit është e rëndësishme, njeriu mund të gjejë kënaqësi shpirtërore dhe prandaj unë them që meditimi jo më kot është bë nga adhurimet, duke parë valën e detit, duke parë një lule, duke parë një kafshë të vogël, duke parë përditshmërinë e tij. Po. Shikon kafshët të cilat ai rritet edukon se çfarë mshire reflektojnë me njëra tjetrën, nëna me sapo lindurin e saj. Prandaj është transmetuar që në qytetrimin ton islam, sidomos njerëzit që kanë pasur probleme të karakterit psikologjik, në spitale ku trajtoheshin këto lloj smundje, që nuk ishin smundje fizike, ishin smundje e shpejtëqyshme shpirtërore, kanë ekzistuar këto, edhe lulet që mbilleshin ishin lule ndryshe prej luleve të tjera, aroma e tyre ishte ndryshme, zëri i bilbilave apo i kanarinave që merr, është shumë interesant këse. Nuk e mohon Islami këtë pjesë. Vakëfi Sultan Selimit në Edirne, shifahania që njihet, pra dhe ato ulluqet e shiut kanë pas prodhu një lloj melodie, pra qetësuese për smurët. Pra, ky element është element që Islami nuk e refuzon, por këto po nuk vendosen në sistemin e plot të konceptit mbi shpirtin. Po su kanalizuar me hynoren, atëherë nuk e kanë ndikimin shumë, bokse puna, po themi maksimum e themi ilaçet karakterit qetësues. Çdo lloj ilaçi qetësues ka ndikim, po e ka sipërfaqësor dhe e ka momental, ndërsa shërimi
Ajo që i quajmë në terapi është shumë më e thellë. Dëshirimi dhe terapinë për shpirtin e jep vetëm krijuesi, sa e din natyrën. Njeriu e mbar shpirtin, po nuk mund të arrijë do të kuptoj, nuk mund të dalë ai mbi veten e tij dhe të kuptojë kështu që ka shpirti im, unë kështu do ta trajtoj shpirtin tim. Prandaj leximi i Kuranit për ata njerëz që e kanë provuar, pse ai jep një rahati jashtëzakonisht të madhe? Një kohë që ai ushqen dhe mendjen e njeriu njëkohësisht, nuk ka përplasje mes këtyre dyave. Agjerimi, siç pastron trupin, ai ushqen shpirtin krahun tjetër. Ashtu është dhe namazi. Lëmosha, dhënia, sadakaja është shumë interesante. Ti ke bërë dobi dikujt tjetër. Ke korrigjuar një varësi që ka njeriu që nuk ka qejf ta nxjerrë edhe centin më të vogël, por faktikisht ti ke shëruar shpirtin tënd. Dhe gjithë njerëzit që merren me bamirësi, dhe ka njerëz që janë të organizuar në organizime vullnetare që në çdo vend shkojnë dhe bëjnë organizime. Është çuditshme që një pjesë e tyre ndoshta edhe s'kan koncept të qartë mbi Zotin dhe mbi besimin. Nuk është se e bëjnë domosdoshmërisht për atë që themi ne për sevap, por thotë e ndjej veten shumë mirë kur kontriboj. Pra, gjitha këto element ndikojnë në pastrimin shpirtëror, në ushqimin shpirtëror, në zbutjen e problematikave që ka njeriu. Agjerimi është një element, por ka jashtëzakonisht shumë element tjerë që mund të themi që Ramazani është muaj shpirtit. Siç është edhe ka edhe shumë emra të tjerë, po të shohësh Ramazanin vetvete e kufizon individin nga gjërat materiale, nga rënit pirit, pa një lloj ja prishat monotoninë që ka vendosur tjetës, mi po të njëjtën kohë e kalon në një dimension tjetër për te kufive të materializmit. Pra, më kujtuaj kur tha profesori që ka dhe njerëz që ndoshta edhe nuk e kanë perceptimin e sevapit apo shpërblimit botës tjetër, por thotë unë thjesht ndihem mirë. Po Ramazan krahas agjerimit për një besimtar i kërkohet që t'japi edhe sadakan, të shtoj lëmoshën, ato që kanë mundësinë e zakatit t'japin zakatin, pra e thyen barrierat e kësaj. Mi po dashje pa dashje, ne shohim që ky ka edhe impakt në shoqëri. Vërtet. Pa pavarësisht se neve na duket ai 2.5% i zakatit shumë i vogël, po ta marrim kështu individualisht, po kur e kthejmë në shoqëri do të shohim që është jashtëzakonisht i madh. Pra nuk është si bën gjithë njerëzit të pasur, ama edukon një pjesë kategorisë dhe shëron plagët e një pjese. Pra një lloj harmonizimi i jashtëzakonshëm tek individi edhe në shoqëri. Ka diçka përsoq ndoshta do ta vlen të ta shtojmë. Ka një tezë që hidhet që njeriu mund të mësojë disa gjëra pa vetdije, por nuk i kuron vetëm sikur bëhet i vetdijshëm për ato. Është një tezë psikologjike që hidhet në raport me qenien njerëzore. Kjo më lind në një tezë që ka një lidhje tmerrsisht të ngushtë mes agjerimit dhe Kuranit vet. Domethënë, pothuajse është dhe muaji i Kuranit një farë forme, pra agjerimi siç është dhe ibadeti i kësaj heqjes dorë nga ushqimi dhe pija, po ka i kryefjalë që është dhe Kurani këtë mes. Më duket që shërimi shpirtëror është i lidhur ngushtë me vetdijen e vet njeriu. Pra ka një lidhje, pra po flasim për shembull, për është unike. Një popull i shoqëri e gjerë, masive, që dëgjon për një muaj një libër të shenjtë si Kurani të plotë, ose ka tendencën ta lexojë gjithën. Ti bëjmë një lidhje ose sa është i lidhur kurimi shpirtëror me vetdijen tek ne. Pra me vetdijen tonë, qoftë për gabimet, qoftë për pendimin, qoftë për mënyrën se reflektojmë me veten, sepse kur flitet për shpirtin njerëzor është lënë në kuptimin se ai gjen rrugës nëse çfarë do. Hajtë se njeriu vetë kurohet rrugës, po unë shikoj që Islami nuk e ka lënë kaq rastësore këtë qasjen e shpirtit, e ka lidh me disa mekanizma që janë drejt për drejt, nuk është se janë spontane, si të na vije tani. Patjetër që pastrimi apo ushqimi shpirtëror është mbetet një nga objektivat më kryesor njeriu dhe një nga qëllimet më të rëndësishme të fesë, të gjitha feve, pa përjashtim, por sidomos të fesë fundit të Islamit dhe të Kuranit. Dhe ndoshta paketa më e plot e kësaj terapie shpirtërore, jo ndoshta ashtu është Kurani famlar, sepse e përmenda pak, nëse i kapim në aspektin e origjinit thuhet gjithmonë sot, për të kuruar një sëmundje do të gjesh bimët e asaj zone, ku është pacienti. Mundësisht bima që është rritur në atë ujë, në atë klim, në atë ajër. Si përshtatet atij. Sepse shpesh herë njëti ilaç, do them, po flas për ilaçet popullore. Bashkëjeton me të njëjtën sëmundje. Po. Edhe e dyta shpesh herë është i njëjti, por nga që nuk është nga njëjti vend,
nuk ka ndikim në fizikun e atij personi. Atëherë, pse Kurani është drejt për drejt shërim shpirtëror, sepse të dy vinë nga njëjti vend. Të dy janë prej Zotit dhe të dy janë argumenti i Zotit, dy vinë prej qielli dhe e ka një lidhje shumë interesante me njëri tjetrin. Pse Ramazani ndryshe quhet muaji i Kuranit? Jo më kot, fillon zbritja e Kuranit dhe gjitha librave hynor në muajin e Ramazanit. Aty ka një urtësi patjetër. Ne ndoshta nuk dim t'japim përgjigje pse kjo urtësi, për Zotin që e ka zbritur për një urtësi që ai e din. Pse gjatë muajit Ramazanit gjithmonë zbriste çdo natë Xhibrili alayhis salam dhe lexonte Kuranin me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e përsërisin çdo ditë. Pse në këtë muaj ta fut Zotin në zemër dhe në shpirt një dëshirë të jashtëzakonshme për leximin e Kuranit. Tek arabët dhe të jo arabët, dikush e lexon tekstin origjinal, dikush tjetër mundohet në tekstin shqip. Pse dietarët më të mëdhenj të Islamit i kanë mbyllur librat e tyre dhe në Ramazan janë marrë vetëm me Kur'an? Shumë interesante kjo pjesë. Ata ishin dietar. Ata dinin që mund të thonin që Kurani ka vendin e vet, po prit se ka disa gjëra të tjera. I mbyllnin librat e tyre sepse ata e dinin që ne thotë kemi të nevojshme, po nuk ka punë dhe adhurim më të mirë që mund të bëhet përveç agjerimit në Ramazan, se sa leximi i Kuranit famlar. Prandaj ta shikosh sa herë ai bëhet hatme, do të thonë fillon lexohet nga fillimi deri në fund. Është mrekulli. E përmend një libër hynor i cili lexohet paktën nga miliona dhe miliona njerëz njëkohësisht. Këto se nuk e gjen dot në asnjë lloj besimi tjetër, në asnjë lloj libri tjetër. Edhe kur të organizohen qeverit nuk e arrin dot. Nuk arrin. Aty elementi i rëndësishëm është të bëhet me vetdije, se ndikimi i këtij leximi do të jetë jo thjesht në aspektin shpirtëror, por ku të bëhet me vetdije. Dhe unë jam përgjithësi jam për këto që ne mund të synojmë leximin e plot nga fillimi deri në fund, por kjo është shumë mirë, ndikon shpirtërisht, është e rëndësishme, ndikon dhe atë aspektin e shpërblimit, siç ka thënë profeti alayhis salam që elifi është elif lam mim, nuk janë një germ, po thotë janë tre. Pra secili prej tyre ka shpërblimin e vet. Ama kjo ndalesa, leximi, reflektimi, përjetimi i këtyre ajeteve, pra këtij ushqimi që është drejt për drejt shpirtëror. Kjo lexim ndryshe, kjo është pjesë e rëndësishme, themi, dhe kjo të çon atë, nuk na çon thjesht në ndikimin e momentit ku kënaqemi, shpirti zbutet, syt na shkojnë lot, qajmë në Ramazan, lutemi, pastaj mbaron Ramazani dhe i kthehemi komplet një jetës ashtu siç kemi qenë. Atëherë kjo tregon që nuk është bërë lexim ndryshe. Nuk ka qenë lexim me vetdijen e duhur, me reflektimin e duhur. Kjo pastaj ngelet sfida, jo është sfida e hoxhallarëve, dietarëve, çdo besimtari. Është që ato që lexon, sidomos ato që i din për shembull njeriu. Unë jam për këtë për shembull. Çdo lloj njeriu din ta lexojë surën Fatiha se me ato fal Kur'anin. Fal namazin e tij. Le ta kuptoj pak a shumë sepse ta analizoj më shumë atë. Ajo thuhet që kjo është baza e Kuranit, themeli i Kuranit. Kush kupton Fatihan ka kuptuar gjithë Kur'anin. A nuk është kështu? Atëherë a ka njerëzit besimtarët një shqetësim që a e kuptoj unë Fatihan? Çet janë shtyllat e kësaj Fatihaje, çfarë ndikon mua ajo në jetën time të përditshme? A më vendos mushina dhe kufi që të paktën shumë nuk di, po Fatihan di. Dita e lexoj, e përjetoj edhe dita kuptoj. Një kohë që ajo nuk është pak, ose vim se suret e vogla të shkurtra që themi ne. Kjo mendoj që është sfida e përjetimit me vetdije. Edhe kjo është në muajin e Ramazanit, faktikisht është edhe jashtë muajit Ramazanit, por ndikimin më të madh besoj që duhet ta ketë Ramazani në këtë pikë. Profesor, nëse flasim për një raport të tillë me Kur'an dhe me vetdijen e njeriu, ndoshta kalojmë në diçka tjetër që është me vend. Në natyrën e vet njeriu mendon që gjë edukohet gjithmonë duke u menduar, duke planifikuar. Po jeta ka edhe gjëra pa plan. Vjen edhe po themi në sfida pa plan. Pra pa parashikueshmëri gjëra, sprova, vështirësi, siklete, jo gjithmonë si thuaç, shiko, duhet ta qetësoj mendjen që ta rregulloj. Në rutinën e kësaj jete. Këto janë pjesë e planit hyjnor, pra mund të themi edhe këto sfidat që i bien njeriu se mos bëni zhurmë se do mësoj unë tani. Po si të mësojmë dhe kur ka zhurmë është puna. Ose letash se po punoj unë, mos mbira si sfidë, po punoj, pra si ta kurojmë bashkë me jetën.
mos janë dhe sfidat vetë, urtësi hyjnore që shpirti të lartësohet. Mos ndoshta nëpërmjet këtyre sfidave se njeriu fiton një dhuratë hyjnore, zbulohet ca potenciale që si din që i ka ndoshta ai vetë. Ndoshta dalim pa disa gjëra shpirti që dhe ne ndoshta si zbulojmë dot. Pra, edhe sfidat nuk janë ndaloj jetë rregullohem unë. Është bashkë me jetën, pra, është bashkë me jetën ky lloj rregullimi apo ne e stopojmë jetën dhe prisim po rregullohemi ne. Edhe ky është element jashtëzakonisht rëndësishëm, pra ka diçka që quhet planifikim njerëzor dhe shumë mirë, edhe nuk ka feja, nuk ka qasje negative ndaj asaj që njeriu të planifikojë, madje duhet të planifikojë njeriu. Niyeti është planifikim. Vendosja e prioriteteve në jetë është planifikim. Dalja për punë, angazhimet e përditshme që janë, pse quhen ibadet, puna është ibadet, çdo gjë është ibadet, do thotë sepse ti si njeri ke bërë niyetin dhe ke planifikuar dhe ke thënë inshallah do ta arrij këtë gjë. Kjo është planifikimi njerëzor. Mirë, po ka diçka tjetër që ne e quajmë kader, caktim të Zotit, e ndryshe me planifikim hyjnor. Planifikimi hyjnor, kjo është interesante. Nuk vjen për të prishur planifikimin e njeriu. Po vjen për ta orientuar planifikimin e njeriu, sepse ti si njeri deri diku mund të mbrish. Prandaj e bukura e besimit është që njeriu të integrojë planifikimin e tij njerëzor në ato që mund ta themi në kaderin e Zotit, në planifikimin hyjnor, të cilin ne një pjesë shumë të vogël e dim, pjesën tjetër ne i besojmë që është më e hajrit, është më e mirë, përderisa krijuesi i mëshirshëm dhe i urti ka caktuar këtë gjë. Dhe unë si njeri, kjo ishte jashtë dëshirës time, kjo është më e mirë për mua. Si është më e mirë ka dy forma pastaj. Njeriu nëse është përballë një diçka që ati nuk i pëlqen, është e vështirë, është smundje, është problem, duron. Por bashkë me durimin kërkon rrugë dalën për kësaj. Nëse është e mirë, zatën e njeriu të mirën është falenderon dhe mundohet të jap hakun e saj. Atëherë, unë them që gjithë po themi e veçanta gjës është njeriu të bëj planifikimin e tij njerëzor, ta bëj brenda planifikimit hyjnor. Edhe e dyta, nëse siç e përmende, nuk është kusht që për të ushqyer shpirtin tonë, për të reflektuar, për medituar, do të ndalim çdo gjë. Po duhet të krijojmë gjendje speciale, po them profesor, edhe ke parasysh shputemi total për ne tani, do të krijojmë gjendje. Në përgjithësi, shikosh, natyra njerëzore ka tentuar diçka të tillë, nga që e ka ndier gjithmonë nevojën shpirtërore, në përgjithësi ka ikur larg në majën e maleve. Mirë, po Islami edhe këto nuk e kundërshton përkohësisht. Mundet që ka nevojë njeriu të shkputet. Edhe kjo është ushqim, një farë ushqimi, por nuk është shkputje e përhershme. Është shumë e përkohshme për të kthyer, dhe jo për të ikur, jo për të qëndruar atje. Në Ramazan biles kërkohet një angazhim më i madh se sa. Ramazani pastaj është shumë interesant se ke një shkputje të brendshme, por që nga ana tjetër kërkohet një angazhim edhe më i madh. Kjo është pjesa që bashkon. Atëherë mundet që njeriu dhe shpirti i tij të ushqehet, po themi nga këto që janë jashtë planifikimit të tij njerëzor, po janë nga planifikimi hyjnor. Pse Ramazani është obligim? Sepse Zoti don që ta nxjerrë njeriu, se njeriu në kushte normale nuk merr dot vendim për të bërë një agjerim të tillë një muaj. Të plot me orare të tilla kur në kohë të caktuar duhet të hapësh iftarin, kohë caktuar, nuk e bën dot njeriu, s'ka planifikim njerëzor apo shtet apo institucion apo dikush mbret që mund të japë një vendim të tillë. S'mund ta imponoj. Kjo është faktikisht Ramazani, pse quhet është planifikim hyjnor. E dyta, mund t'i vinë njeriu të vështirësi, probleme, halle, në pamje të jashtme ato janë si puna e zjarrit që të djeg e vërtet të dhem, po nga ana tjetër ajo që të dhem dhe të djeg ndoshta mund të heqë ti disa siklete të tjera, disa probleme që i keti me shpirtin tënd. Ndoshta ai fatkeqësi të zbut ty zemrën, të pastron ty shpirtin, të bën që mendjen që të reflektoj, të fillon të zbret me këmbë tokë, sepse ndoshta ke shkuar në nivele që mund të shkatrosh veten tënde. Prandaj thuhet që edhe smundja duhet parë dhe si mëshirë prej Zotit. Njëkohë që ne patjetër do të kërkojmë kurimin, shërimin, do të lutemi Zotit për shërim, nuk bie ndesh me këtë. Pse porosit profetike thonë të vizitohet i smuri? Edhe është shumë interesant kjo pjesë thotë. Pra ti do t'i imponohesh dhe vetës, jo vetëm kur je smur vetë, po do të shkosh të vizitë tek i smuri. Kjo është planifikimi njerëzor në këtë rast. Kur të bie smundja aty është hyjnore. Ti nuk e desh atë, por ka hajrin e vet ajo. Ka një urtësi, edhe ti do ta përdorish si rast për lartësimin e shpirtit tënd.
Por edhe duhet shkosh vizitë, sepse nëse shkoni tek i smuri do ta gjeni, unë jam te koka e smurit, thotë Zoti. Ti kur e shikon atë dashje pa dashje do të krijosh një farë empatie me të smurin, ose përndryshe i bie që je hipokrit dhe je njëri që nuk ndikohesh. Prandaj nga traditat profetike është aty ti thosh nuk ka gjë, do ta kalosh shumë shpejt që ke mirë, ja duke shumë mirë se ç'kam menduar, ç'kam dëgjuar. Përndryshe Zot ndaruaj nëse ti ja rëndon atij njeriu smundjet, se ai Zoti e di se çfarë hallësh është fizike dhe psikologjike. Pse na janë mësuar gjitha ato tradita. Ti kur shkon tek smuri, sikur ke marrë një pjesë të dhimbjes, aty e ke lësuar dhimbjen. Pse vizitat e varrezave janë shumë të rëndësishme? Sepse kjo e ndihmon njeriu. Pse qëndrimi pranë njerëzve në nevojë, qoftë dhe me një fjalë të mirë, qoftë me një përkëdhelje të kokës së jetimit, që është marrë si simbol i një kategorive në nevojë, por nuk janë vetëm jetimet, janë shumë tjera. Pse edhe një pikë uji që mund t'i jap njeriu një kafshë, po edhe ujitja një pemë, një bime, një lule, të gjitha kanë ndikim të drejtë për drejtë shpirtëror. Edhe sot unë mendoj që shkenca vet ka arritur në ato që ka njerëz që kanë kthyer, siç përmendet ty, në terapi. Në terapi që ajo të kujdeset për lulet caktuara, të komunikojë me ta. E ka bërë Zoti çdo gjë të ndikohet për mirë dhe për keq nga fjala e njeriu, dhe e ka bërë njeriu të ndikohet nga çdo gjë që e rrethon atë. Ne jemi krijesa, ne komunikojmë me njëra tjetrën, me gjuhë që e kuptojmë apo që nuk e kuptojmë, si më thënë. Edhe të gjitha këto duhem përdor për këtë pastrimin shpirtëror, këtë lartësimin shpirtëror, të gjitha. Prandaj nuk ka gjë që quhet ibadeti pa vlerë, adhurimi pa vlerë. Ai tha hyri dikush në xhenet, që i dha një qeni të etur për të pirë, se ishte gati duke ngordhur, edhe një kohë ky person që e bën këtë veprim është një person që ka bërë shumë gjunahe. Por ky veprim u bë shkak që ai të hyjë në xhenet. Po dikush tjetër që teori në pamje tërë kishte bërë shumë sevape, shumë adhurime, hyri në xhenem se lidhi një mace, e izoloi atë derisa edhe shihte çdo ditë vujtin e saj derisa ajo dha shpirt dhe ngordhi. Tha ajo është nga banorët e zjarrit. Pra këto gjëra kanë jashtëzakonisht ndikim në shpirtin e njeriu, kanë ndikim tek vetja e njeriu. Prandaj nuk ka gjë të madhe dhe të vogël, mund që të ndikojë shpirtërisht një punë shumë e vogël tek njeriu. Dhe realisht në Ramazan po të shofish kjo kërkohet. Po të shofish kjo tash po shkojmë ndoshta të drejt fundit dhe mos zgjatemi, dhe kjo realisht meriton një temë vetë, pra të bëhet një episod i posaçëm për këtë. Pra tash agjërimi nuk është një akt i izoluar. Pavarësisht se po themi individi mund të thotë që unë të shoh rahatin time. Po. Edhe në njëjtën kohë agjërimi është ai që është cikël që vjen në mënyrë periodike. Pra nëse do të referohemi episodit parë që thamë që nuk është diçka që është në vend numro. Pra Allahu xhëna e sjell çdo vit edhe kërkon një lloj pastrimi, një lloj ngritje shpirtërore të njeriu në mënyrë të vazhdueshme. Edhe ajo që është më e rëndësishme është agjërimi, duke nisë këto që pikërisht ato punë të vogla që neve na duken ndoshta pa vlerën për ditëshmërinë tonë, kur vim në Ramazan ka një komplet dimension tjetër. Shohim që njerëzit rendin mas këtyre gjërave. Pra bëhet një lloj filtri jashtëzakonshëm në tërheqje vëmendje për njeriu se ka të nevojshme profesor. Dashje pa dashje, po mos tien ndoshta edhe këto stacione. Robi për natyrën e vet përhumbet. Profesor, faleminderit edhe për këtë pjesë. Shumë faleminderit. Zoti shpërbleft. Shpresoj që të jetë agjërimi një mundësi reale për shpirtin ton, s'pari dhe për gjithë njerëzit. Më faleminderit, Zoti shpërbleft. Faleminderit juve, profesor, edhe një herë të falenderoj që ishe pjesë. Inshallah do të kemi edhe episode të tjera. Zoti shpërbleft dhe ju për angazhimin. Faleminderit. Nderuar motra dhe vëllezër, ne e shpusim të pjesën dhe sot takohemi në një pjesë tjetër me të ftuar të tjerë, inshallah. Atëherë deri në takimin tjetër, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.